Përsëri në veri, në kanunin e lekës janë shumë të përcaktuara dhe më të repta, do të thosha, nenet që kanë të bëjnë me martesën. Martesa sigurisht bëj në të dy rastet bëj me shkesë që i thonë, por në veri vendose saktësisht se kur do bëj dita, kur do bëj martesa. Dhe në rast se nusja e premtuar, pikërisht atë ditë që duhet të shkonte, të vini krushi ta merrni, do të ishte smur, edhe si kur ti ishte duke dhënë shpirt, detyrimisht do të çohet e shtëpia e burrit. Do merret, do çohet ke shtëpia e burrit. Në jug nuk e kemi kaq taksative këtë respektimin nuk ekzistojnë, të paktën me aq sa unë nuk jam një ekspert i të drejtës kanunore, por nuk e kam gjetur që të ekzistojë në jug një gjë e tillë. Gjithashtu pozicioni i gruas në veri, në kanuni, megjithse sigurisht respektohet, konsiderohet gruaja zonjë shtëpi e tjera, megjithatë konsiderohet një barë dhe thot vetë kanuni. Gruan e krahason me një barë dhe gruaja nuk sjell gjak, nëse vritej gruaja, sigurisht vritej për dy arsye të forta, për arsye nderi një dhe për arsye të mos kryerjes së detyrave ndaj të mikpritjes, ndaj miqve, nëse fyet miku, edhe kjo në veri është shumë e fortë në kanunin e lekës, atëherë edhe në atë rast gruaja mund të vritej dhe si thua nuk hynte në gjak me familjarët. Gruaja mund të hyjë në gjak me familjarët nëse ajo vritej nga të tjerë, jo nga burri i saj, po themi nga njerëz të jashtëm, natyrisht edhe në mënyrë po themi aksidentale, dhe në atë rast duhet të jenë familjarët e gruas që të merrnin hakën, jo shtëpia nuk konsideroj, pra gruaja nuk konsideroj gjak. Dhe në këtë aspekt nuk prodhonte gjak, nuk prodhonte si thuash gjakmarrje.